në Luksemburg, këm jetu 2 vjetë, edhe u smua, shkova të mjeku. Edhe a i mi dha banat. Normal, terapin. Edhe unë nësëm përgjoj banatorën. Luksemburg është një shteti vogël, me 500.000 banor, qyteti është gati si Prizeni, 200.000, 150.000 banor, sëm përgjoj banatorën. Dhe ja nisa me kesh, a i shokive dhe qka po kesh marrë me vedi, thash me qenë Prizren, qdo rrug ki banatorën nuk lodho shish. Tena është ma ndryshe, po. Edhe tani m'interesoj, edhe këmi në Google, 3 banatore krejt ishin në Luksemburg. Tena i ke, mas paktin Prizen janë 100 ma shumë. Edhe kjo tregon se ku shëndeti i një populli. Shumë tregon kjo. Në më thonë, tena, për atë arsye, unë nuk e shoh që ka tha zotëriu para folsi, në më thonë, në gjithdo kohë dushme unë i dobishëm. Më së dorëzo. Në më thonë, bon aktivitet fizik, sa ma shumë hecish, sa ma shumë dalish në natyrë, bashkë bisedojsh me njerëzit, nuk ke nevoj për mjek, nuk ke nevoj për ilaçe. Në më thonë, ti dush vetin me shëru. Diri në atë moment, sa ta ka thonë Zoti jetën. Edhe diçka tjetër kisha pas qef me të pytë Zoti Hajdar. Si i quan, apo si i konsideron gjeneratën tua jashtë, të cilët kemi dëgjuar kështu se nuk është që kemi fakt ose e dim sakt, shesin pasurin vetëm për të shëtitur dhe nuk jalojnë askujt. Ndërsa gjeneratat e treta tona në asë një mënyrë nuk e mendojnë këtë pjesë. Shiko, atje është një sistem këtë tjetër sepse ty të garantat dikosh. Do ha jetën e këtë garantue. Ki pasuri pezom 500 milionshë, pezom 1 milionshë, ose ja lekishës, ose 10 vitet e fundit e vendos vetëm... Vetëm e shëtit me bashkëshortën edhe vazhdojnë. Kur të këshyrë pse jo vete ka ndërtuat pasuri vetë, djali qika i punojnë, a kupton, nuk kanë ata naj nevojë edhe ata nuk kërkojnë mjavlon, a kupton. Të rralten ata që kërkojnë mjavlon, besoni. Tore dojnë me djerës të vete, kjo shumë të shka e mirë. Dhe na janë rrëthonat ekonomike që tha Zotë një ma heret, na nuk jem në enden ato hapa, po na shta do në Zotë edhe këtu, besoj që i vjen shpejt, po Kosovë është një diçka shumë e mirë, që kjo vlerë për diasporën ata që ta vizitojnë Kosovën. Më përshamë ta shetojnë fushë Kosovë deri para 2 vjetë kam qenë Prishtinë. Dhe në 2 nasë vetura plot gjallënia, këpëton? Nuk e kinë vene tjera, nuk e kinë besomni. Restorantet mira për plot, atin. E janë i vlonë Kosovë, rrëni 2 muj 3, knashën i vektë. Kalojë një këtu pleqrinë e jo jashtë. Pensionet e jashtë edhe ma shtrajt një kohë, 8 euro këtë për me 50 cent me njerë, kënet knashën vende vetë. Unë e këmë lanë jetën shumë mirë Ljubljanë, për që avë jam marë Prishtinë. Mirë, kam shku si fmi, atë vujtjet e fillimit e janë trona, asane, po ma vonë jam gjinë, ashtë të qysh më ka për nuk o ka. Ti qërë Zotë i rukët. Po. Gjithë thesha Zotë më këta në Prishtinë, këthej bashkë Prishtinë në rinjidje ku kësha qefu, këthej o në rinjidje, ma plëtsoj edhe dëshirë. Luta Zotë që të ma një grutë mirë shqiptare, ma si ti grutë mirë shqiptare. Zotë tani, a në fmi, a Zotë, a fali fmi, po për nërë, po. Te lufta Zotë, bodhja më në më shti po s'po ta fëqie, disha kërsi, tash mas të Zotë një më me biznes, me hece, vetëm privat, tash, vetëm privat shka në këta. Po. E fillu materilindje, e kom në roman që jam të e bodhë, dikën që 8 vite pa endës po gëzaj me dalë, këthim në palatën e shtypit titullohet. Kishin dalë punëtor që i ka debu Serbia vitet 90, si që po 14 vite u këthy mas lufte për qafime, o Zotë, isha sa të mirë shqiptartë. Kur u bombre 2 javë,